Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Keni gjithë drejt në Zotit që të këndoni në korë dhe ta kërkoni këtë gjë. Por unë du të kënoj edhe këngën time. Rama jo dorëheqjes, Rama jo dorëheqjes. Akome dhe unë drejt me kënu. Akome dhe unë drejt me protestu. Pse ju keni të drejt dhe doni të mohoni të drejtën time që sa herë dalë flasë për rrjetet sociale, më turreni tashti që të gjithë në korë dhe lexoj mesazhet e juja, respekte të qërë, je i madh të qërë, ropt të qërë, je punëtor të qërë, dhe je shumë i vërtet të qërë, e të tjera, vazhdoni gjithë kori 100 mesazhe. Po qa menoni ju? Se mund të më intimidoni mu duke më shajt, dhe mund të mboni mu që të hekun dorë nga liria ime? A e kuptoni ju miq, që e vërteta ime është liria ime, dhe unë nuk mund të ri dot pa të vërtetën time. Dhe du t'ju them 2 fjalë. Për qa kam gërthitur? Për qa më thoni mu komunist? A e keni pa të Blend Fezhiu të vërtetën e familjes time? Dhe timen, në kohët komunizmit. Është hap dosja e parë në Klan, dhe zotni Blendi më ka marrë telefon dhe më ka thonë, Luço, nuk e di qa ka të shkryt me mrena. Dhe unë i thash, lutem, lexoj, sepse unë e di se çfarë është folë në shtëpi time. Dhe dosja e parë është hap e familjes time. Dhe ju më thoni mu komunist që nuk kam asnjë në racën fis. Më thoni hajdut, kë kam vjedhë? Cilën tokë? Më thoni investitor strategjik, nuk është e vërtet. Më thoni ke marrë fonde nga shteti dhe ke marrë lek nga shteti, nuk është e vërtet, 0. Përse miqtë e mi, ju jeni t'infektum nga kori i njerëzve që nuk i ka thënë kërkush puna i mbarë, dhe që të gjithë në rrjetet sociale, të orkestruar ose të dirigjuar nga këto rrymat e reja revolucionare që duan të bëjnë Shqipërinë, keni dëshirë të bëni pjesë çdo njeri të lirë. Nuk ma mbyllni dot gojën mu, për të thënë të vërtetën, sepse e vërteta është liria ime. Dhe kjo duhet jetë dhe për ju. Dhe unë kam një thirrje për prindërit e juaj, prinin që ka dalë atje. O prindër, mësojni fëmijët me punë, mësojni fëmijët me të vërtetën, dhe mos i mësoni fëmijët e juaj me prralla, me intriga, me thashetheme, me rrjete sociale, sepse do t'i merrni qafë ata. Sepse nesër fëmijët e juaj, kur të bëhen si ju prind, do ta kuptojnë se çfarë gabimi po i bëjnë Shqipërisë tonë në këtë moment, që është momenti më i mirë i kombit tonë për të dalë nga 600 vjetër sirë dhe për shku tek ajo dritë që ne na takon. Dhe unë nuk du të vazhdoj me monologjet e mia, po për sot kaq. Pranojni këngën time. Rama mos e jep dorëheqjen, Rama jo dorëheqjes. Respekt dhe miq, dhe vazhdoni korrin tuaj të sharjeve e për mesazhe.